veç Kuranit mi besu, nuk ju besojnë haditheve. Dhe më thonë, besojnë Kuran, thot ja musliman, besojnë Kuran, mirë po haditheve nuk ju besoj. Ky drejtim ose ky sekt më thonë, nuk është sekta, këte janë jashta pa dyshim jashta islamit. Nuk ka islam pa hadithe, pa sunet nuk ka. Ose nuk vlen vetëm pjesa e parë dëshmisë me thonë ashhadu an la ilaha illallah, pjesën tjetër jo. Pra dëshmia, shahadeti është ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammeden abdu rasulu. Kur nuk i pranon hadithet, atëherë edhe këtë pjesë nuk e pranon pra Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Atëherë nuk ka islam pa e pranu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber. Kushdo që të jetë ai njeri i cili thot e besoj Allahun, mirë po nuk e pranon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber, ai nuk është besimtar. Ai prapë është jo besimtar. Mos pretendon se me këto jo besimtar e besoj Allahun, jo musliman, jo nuk je musliman. E besoj Allahun, e besoj edhe pejgamberin, mirë po hadithet si besoj. Po atëherë është ka kontradikt kjo. Nuk mundet me thonë, edhe nuk ka logjik me thonë e besoj pejgamberin e nuk besoj hadithet. Këtu është ajo kurtha e shejtanit, se mundohen me qitë hadithet nuk janë të besueshme, nuk janë, po ka shumë lehtë demaskohen këta. Ka në anën tjetër ka shumë argumente të qarta, të prekshme, të kapshme, të logjikshme. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, sura Nahl, anzalna ilayka dhikra litubayyana linas ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Ty ta kanë shpall një përmendje, një shpallje që më usharu ato që është shpall njerëzve. Pra dy shpallje. Ta kena zbrit një shpallje, është fjallat e hadithet, për më sqaru ato që është shpall njerëzve, Kur'anin. Po diçka shumë ma thjesht, që tash më kujtu. Këta po thojnë Kur'anin, edhe mundohen shembull, kom pas debat me njërin prej tyre para disa viteve. Edhe debatin pak si për me relaksu, se ish stresuaj, natën tha s'kom flajt, u munu me mbledh ajete, se po takohet me mu. Edhe shumë në restoran thash, a hanti peshk, me të spodin... S'po me dalë. Tha po, a nuk është harama? Thash me atë kuranor është haram. Ngrënia e peshkut. Allahu thot, innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmul khinzir ma uhilla bihi li ghayrillah. Me do të thotë Allahu ja ka bo haram e ka ndaluar coftinën. Peshkun e coft qysh pehan. Gjakun, mishin e derit edhe çka pret për Zotin atje, jo për Allahun. Po do. Unë e ha thash halal e kam. Met spat koment. S'ka përgjigje. Edhe kjo është tamam, nëse është i sinqert njeriu, atëherë duhet me pranu të vërtetën, me u kthy ka vërteta. Thash e ha se qëra apo vjen apo e shet thash vjen punon me hadith edhe e lën ajetin. Sa për këtë ajeti po thot nuk bën se peshku i coft. Në ngordhësira nuk hahen, coftia nuk hahen. Mirë po kanë qenë një grup sahabeve të Yemenit, cilët kanë dalë në peshkim. Edhe kanë thonë ja Resulullah, kur po dalim në peshkim, po ndodh ndonjëherë po duhet pak ma larg me shku edhe po bano ma tepër ditë se sa kena planifiku. Rrjedhimisht uji po na harxhohet. Se po duhet njëtin uj edhe për me pi edhe për abdes. A bëna me majt ujnë vetëm për me pi, ndërsa abdes me marrë me uj detit. Uj nelmt i detit nuk po din tash. Po gjithmonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë ka thonë sepse është Oma arselnak ila rahmetin lil alamin, si mëshira Allah ka thënë. Gjithmonë ka thonë ma tepër siç e kanë pyet, siç kanë kërku. Ma'hu tuhurun, ujin e ka të pastër, mejtet tuhillun, coftimin e ka halal. Çka ka ndeti? Çka ka ndeti në për ujna, lumej, liçene, detna, coftina është halal. Ajeti po thot, inna harram anikum mejte, coftina ju ka bua haram. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tash po thot e ujit, coftina në për ujna, qoft detit, qoft uj ambël, është halal. Po e bën përjashtim prej cotinave të tokës. Po dhe kjo është me shpallje, jo në krem veti. Pra dhe hadithet jo në shpallje. Wa ma atakum rasul fa khudhu ma nahakum anhu fantahu. Çka të jep pejgamberi, merrni, çka u ndalon largonu. Çfarë argument? Allahu thot. Po Allah po thot.
Men e ta Resulve ka të Allah, kush i bindet pejgamberit, ju ka bind vetëm që ju ka bind të Allahut. Pra, çka është halal e çka është haram, na tregon Allah subhanahu wa taala. Edhe Allah po thot, edhe ky robi jam, ky pejgamberi jam. Kët autorizim unë e kam dhënë. Këtë drejt prej meje ka marr. Jo në kryen veti. Pra, çka t'ju thom unë është haram, ndalohet, edhe ky robi jam, ky pejgamberi jam, edhe ai çka t'ju thot, nisoj sigurisht me thon. Zotin, edhe ajo shpallje. Edhe pjesë është shpallje.